Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Jemi në vazhdimin e trajtimit të shenjave të kiametit, shenjave të vogla, pasi i plotësuam shenjat e mëdha. Dhe kjo është nata e dytë, apo mexhlisi i dytë, ku ne kemi filluar përmendjen e shenjave të vogla të kiametit. Dhe tham, përmendim këtë term të vogla, sepse dietarët i kanë ndarë shenjat e kiametit në të mëdha, që janë më të pakta në numër, por dhe për masat e tyre, efektet e tyre janë shumë herë më të mëdha dhe më të gjera se të voglat. Dhe shenjat e tjera të vogla që janë më të shumta në numër dhe një pjesë e madhe e tyre, siç pam në mësimin e kaluar, por edhe do të shohim në netët e ardhshme inshallah, janë aktuale, kanë ndodhur. Dhe shenja e radhës për sot është përhapja e zinas, e imoralitetit. Përhapja e imoralitetit. Imoraliteti gjunaf nga gjunafet e mëdha shkatëruese. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wala taqrabu zina", mos ju afroni zinas, imoralitetit. Dhe dietarët në këtë pjesë ajeti kuranor përmendin dobi të madhe, thonë Allahu azza wa jall në mënyrë të mrekullueshme në këtë ajet nuk ndaloi vetëm nga zinaja, por edhe nga parathëniet, rrugët apo metodat që të çojnë në zina. Tha mos ju afroni imoralitetit. Pra mos bëj asgjë që të afron drejt imoralitetit. Bisedat, prekjet, puthjet, veçimet, dhe më pas gjendesh në një situatë, në një gjendje të fortë e pshore, ku nuk gjen më forcë që ta ndalosh veten nga ai gjunaf. Allahu na ruaj. Dhe për të gjë profeti alayhi salatu sallam thot: "Inna min ashrati as-sa'a an yurfa'a al-ilmu wa yathbutu al-jahlu wa yushrabu al-khamru wa yadhhara az-zina." Nga shenjat e orës kiametit është largimi i diturisë. Largimi i diturisë, përhapja e paditurisë, e ignorancës. Pra edhe pse sidomos në kohën e sotme, mjetet, mënyrat për të marrë dituri janë bërë shumë të lehta, prap bisundon pa dituria. Shohim për shembull tek muslimanët. Kjo do të jetë shenjë vetë, po ne e përmendim sepse kemi nevojë. Edhe pse mënyrat për të marrë dituri janë libra të përkthyer, mësime, ligjërata në xhamia, në rrjetet sociale e tjerë, prapë tek muslimanët vazhdon dhe ka dëshirë për të qenë në padituri dhe pak impenjim për të marrë dituri. Pra të gjesh musliman që kanë vite në fe dhe akoma zin të lexojnë Kur'anin arabisht. Dhe kjo është mangësi, kjo është padituri. Kur them zin ta lexojnë tamam me rregulla. Përhapja e paditurisë, pirja e alkoolit dhe përhapja e zinas. Përhapja e imoralitetit. Profeti alayhi salatu wasallam tha përhapja. Pra qëllimi është që do të kryhet në masë. Allahu na ruaj. Gjunafi i keq i rënd shkatërrues për individin, për shoqërinë, për popujt. Imoraliteti shkatëron. Përhapja thot. Dhe në një tjetër hadith ku profeti alayhi salatu wasallam përmendi Dejjalin, më pas zbritjen e Isait alayhi salam dhe shenjat e tjera të kiametit, tha: "Dhe do të mbesin në fund njerëzit e këqinj, fundfare, të cilët përdor një term këtu që i përmban dy kuptime. Kuptimi i parë që kacafytën si gromerët, kacafytën në rrugë si gromerët, dhe atyre do të ndodh kiameti. Ndërsa kuptimi i dytë është që bëjnë zina publikisht në rrugë si gromerët,
si kafshët dhe nuk ruhen. Dhe kjo është aktuale edhe sot. Allahu na ruaj. Kush ka qenë për shembull në vendet e kufrit, mund të jetë rastisur veprimi i këtij gjunafi në vende publike. Apo sot nëpërmjet filmimeve, rrjeteve sociale filmohet ky gjunaf dhe përhapet. Por profeti alayhis salatu wassalam tregon se para kiametit do të përhapet ky gjunaf dhe do të jetë më i keq se ç'është dhe sot. Akoma dhe më i shëmtuar, akoma dhe më në mënyrë më të shëmtuar do të përhapet. Allahu na ruaj. Pra dhe kjo është një shenjë që ka ndodhur. Por përpara kiametit do të ndodhë në përmasa akoma më të keqia, më të shëmtuara. Saqë ka arritur puna deri tek përhapja e imoralitetit deri tek fëmijët. Sa hyn fëmijët në puberitet, gjëja e parë, vesi i parë që dëshirojnë të bëjnë, imoraliteti. Dhe shitet imoraliteti sot si vlerë, si përparim, si emancipim për shoqërinë. Degenerimi shitet si emancipim, ndërsa turpi shitet apo trajtohet si gabim, si i pa vlerë, sikur nuk është virtyt, sikur është prapambetje. Ka ndryshuar konceptet e njerëzve. Allahu na ruaj. Dhe tjetër shenjë e kiametit është përhapja dhe pirja në masë e alkoolit. Nëse deri dje ka qenë numri kufizuar i llojeve të pijeve alkoolike, nga shenjat e kiametit është që kur do të shtohet alkooli, llojet e pijeve alkoolike, dhe sot jemi dëshmitar të një numri të madh të llojeve të ndryshme të pijeve alkoolike, por edhe të pirjes së tij në masë nga njerëzit. Edhe ndikimi dhe nxitjes së shoqërisë për ta konsumuar këtë gjë. Sado që shtete, qoftë edhe jo muslimane, kanë nxjerrë disa ligje, disa rregulla që duket sikur e kufizojnë, siç janë ndalimi i reklamimit apo mos shitja e tij për moshat në 18 vjeç e tjerë. Prap, në mënyra të ndryshme, kompanitë e pijeve alkoolike e bëjnë reklamimin e tyre gjerësisht nëpërmjet filmave ku i jepet aktorit një pije në dorë, nëpërmjet mënyrave të tjera, saqë fëmia kanë arritur që të ndikojnë tek fëmia dëshirë për ta konsumuar alkoolin. Apo jo, dëshirë. Kjo çfarë tregon? Përhapje në masë, jo vetëm si lloje, por edhe si konsumim. Prandaj thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin që përmendëm më parë, o yushrabul khamr, kur thot në shenjën e kiametit, largimi i diturisë, përhapja pa diturisë e tjerë, në fund tha dhe pirja e alkoolit. Qëllimi i cili është përhapja, pirja në masë, sepse alkooli është pirë me kohë. Që përpara profetit alayhis salatu wassalam. Por qëllimi është të bëhet një ves, një fenomen i padënueshëm në shoqëri, të bëhet diçka normale. Dhe kudo ku ikën, në çdo shtëpi, përveç atyre muslimanëve, do gjesh alkool. Në çdo bar, në çdo bufe do gjesh alkool, në çdo restorant do gjesh alkool. Në çdo stacion, treni, aeroporti e tjerë do gjesh alkool. Kudo ku ti ikën, gjetjen e alkoolit është në mënyrë më të lehtë. Në çdo dyqan do gjesh alkool. Allahu na ruaj. Dhe kjo është ajo që paralajmëroi profeti alayhis salatu wassalam. Përhapja e kamatës, një tjetër shenjë për të cilën paralajmëroi profeti alayhis salatu wassalam që do ta paraprin kiametin. Thot në hadithin e tij alayhis salatu wassalam, "Baina yaday as-sa'a yadhhar ar-riba." Përpara kiametit do të përhapet ribaja, kamata.
do të përhapet kamata, fajdet apo kredia, se bankat përdorin terma, luajnë me termat. Luajnë me termat që të ndikojnë tek mendjet e njerëzve. Dhe realisht sot nëpërmjet të bankave të çifute, kamata është përhapur shumë. Saqë në jo pak vende, ty nëse të duhet ekonomia është ndërtuar në mënyrë të atill, saqë ti si konsumator, nëse të duhet të blesh diçka, të shpenzosh diçka, duhet ta bësh nëpërmjet bankës, do marrësh kredi, do blesh shtëpi, do blesh automjet, do bësh diçka tjetër etj, kredi. Pra e kanë lidhur jetën e individit me bankën, që ajo që ty të imponohet të marrë kredi, dhe ajo në fund banka gjithmonë fiton. Saqë kur ndodhi kriza para disa viteve në Amerikë, kriza bankare e tjerë, rezultoi që pjesa dërmuese e popullsisë amerikane ishin të zhytur në kredi, pra jetonin me kredi. Për çdo gjë që duhet blinin, çdo shpenzim që duhet bën, deri pushimet me kredi në banka. Pra shumë nga aktivitetet e tyre bëheshin me anë të kredive që merrnin në banka. Kamata ka ekzistuar edhe në kohën e profetit alayhis salatu wassalam. Edhe përpara tij. Por kuptimi është përhapja në masë e saj. Përhapja në masë e saj. Një tjetër shenjë për të cilën paralajmëroi profeti alayhis salatu wassalam është konsiderimi i lejuar i veglave muzikore dhe përhapja në masë e tyre gjithashtu. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij: Inna fi hadhihi al-umma khasfun wa maskhun wa qadhfun. Në këtë ummet do të ndodhin fundosje, pra fundosje tokës, përpirje. Do të ndodhin maskhun, shndrim, siç ndodhi te Beni Israilit. Normalisht jo në ato përmasa që ndodhin te Beni Israilit, që u shndruan në majmun dhe dera, por në individ veçantë do të ketë, do të gjenden edhe te ky ummet. Dhe qadhfun, rënje, gurësh nga qielli. I thanë, o i dërguari i Allahut, kur do të ndodhi kjo gjë? Profeti alayhis salatu wassalam tha, kur të shfaqen këngëtarët dhe vetlat muzikore dhe të pihet alkooli. Dhe të gjitha ato i ke të përhapura në masë. Kudo? Këngëtarët, koncertet, dasmat e ndryshme, aktivitetet e ndryshme, festimet e ndryshme, këngëtare. Pra nuk është më si dikur, ku ajo femra këngëtare këndonte në një ambient të kufizuar, të veçantë, dhe si ishte e përhapur. Sot e ke kudo. Edhe nëse nuk është ajo prezente, është zëri i saj, figura e saj, me anë të filmimeve. Kudo. Dhe vetlat muzikore, sa janë shtuar ato në llojet e tyre. Ato i gjen kudo, melodinë që lëshojnë i gjen kudo. Paralajmëroi për to profeti alayhis salatu wassalam. Sa që është thyrë muzika dhe dëgjimi i saj në një trend apo në një mënyrë jetese për njeriu, sikur njeriu nuk jeton dot pa të. Deri në ceremonitë martore kanë fut. Deri në ceremonitë martore e kanë fut. Allahu na ruaj. Stolisja e xhamive, një tjetër shenjë nga shenjat e kiametit që do të ndodhë dhe ka ndodhur, për të cilën paralajmëroi profeti alayhis salatu wassalam në hadithin e Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, i dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë: min ashrati as-sa'a an yatabaha an-nasu fil masajid. Nga shenjat e kiametit është mburrja e njerëzve me xhamiat. Kush e kush i pasur, kush e kush prijes, mbret, udhëheqës të ndërtoj xhamin më të madhe, më të stolisur. Kush e kush perandori,
të jetë xhamin më të stolisur. Dhe kjo është ndaluar. Sqarojmë se nuk është ndaluar ndërtimi i xhamijave dhe mënyra ndërtimit të tyre që të ofrojë komoditet, qetësi, të ndihmoj muslimanët në adhurimin e tyre në përkujtimin e ahiretit. Kjo jo vetëm që nuk është ndaluar dhe nuk është ky qëllimi i profetit alayhis salatu selam, por kërkohet të bëhet diçka e tillë. Ama ajo që ndalohet dhe është e papëlqyer është teprimi në stolisjen e xhamijave. Abazhur, shandan, prej floriri, prej argjendi, zbukurimi i mureve të xhamijave me pyje, me lumenj, me ajete kuranore, me hadithe profetike, me dua, saqë është shndruar shkrimi i ajeteve kuranore në xhamia në stoli, ndërkohë që Kurani nuk është për stoli, është për përkujtim. Është për përkujtim. Por duke e tepruar në këtë gjë dhe duke, siç ka ardhur nga selefët para lajmërimit se do të imitoni çifutët e trishterët në stolisjen e xhamijave siç bëjnë ata me faltorët e tyre, është konceptuar që patjetër duhet të ketë gdhendje apo shkrime në përmuret e xhamijave, ajete, hadithe apo emrat e Allahut të lartësuar e tjerë. Ndërkohë që ekzistonte mundësia që në kohën e profetit alayhis salatu selam që të bëjë diçka e tillë apo diçka e ngjashme. Ekzistonte në kohën e selefëve. Edhe ata ishin mënyrat e stolisjes së tyre, por nuk e bën. Sepse e kuptuan dhe e ditën që nuk duhet diçka e tillë. Dhe herë ka ndodhur që prijes të ndryshëm për të ndërtuar një xhami madhështore të stolisur për egon e tij, herë në historinë islame do të gjejmë prijes që kanë vënë dhe taksa mbi popullatën, taksa të pandershme. Sepse kërkojnë stolisje të tilla, kërkojnë fonde të mëdha. Dhe ku ti gjeni këto fonde? Vendosin taksa mbi popullatën duke e shtuar zullumin dhe padrejtësinë e tyre. Prandaj nuk duhet që xhamiat të stolisen më tepër se ç'është e nevojshme. Kjo të shkojë në raport me zhvillimin e shoqërisë. Nuk po themi që t'i bëjmë muret me gur me balt, me qirpiç. Jo, nuk është ky kuptimi. Dhe as nuk është kjo fjala e profetit alayhis salatu selam. Por të ndërtohet një xhami që nuk ka teprim në ndërtimin e saj, nuk ka shpërdorim të pasurisë në ndërtimin e saj, dhe as të stoliset përtej asaj që është e nevojshme për të kryer adhurimin në të. Duke ditur që shpeshherë stolisja e xhamive të shpërqendron. Pra vjen dikush në xhami dhe ka jo pak prej xhamive që janë shndruar në muze apo në guida turistike për të parë atë stolisjen e tyre. Ndërkohë që nuk është ky qëllimi i ndërtimit të xhamisë. Profeti alayhis salatu selam ndaloi të kërkosh sendin që të humb në xhami, të pyesësh, kujt është kjo? Apo kush e ka gjetur këtë? Fa innal masajida lam tubna lidhalik, sepse xhamiat nuk janë ndërtuar për këtë gjë. Subhanallahu. Dhe as të stolisen xhamiat me lule brenda. Edhe kjo gjë nuk përkon. Nuk duhet, stolisja e tepruar është. Tjetër kur vjen në xhami vjen për të adhuruar Allahun, që ta gjejë atë rahatin e shpirtit të tij në ibadet, jo duke parë natyrën, lulet. Kjo është stolisja e gabuar dhe hyn tek ndalesat. Thot Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, do t'i zbukuroni dhe do t'i stolisni xhamiat siç bën çifutët e krishterët me faltorët e tyre. Keni parë? Me kishtat, me sinagogat, kjo gjë i ndodhi dhe muslimanëve. Thotë Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, do të fillojnë të mburren me xhamiat
ndërkohë që pak i frekuentojnë ato. Pra në vend që ajo pasuri për stolisën e xhamive të shkojë për të ndërtuar xhamia të tjera, mund ndërtosh xhamia të tjera në vende që ka shumë nevojë. Mund ndërtosh shkollë, mund ndërtosh spital, mund të ndërtosh një rrugë, mund ndihmosh familjen në nevojë, mund të shpenzosh për kurimin e të sëmurëve, për arsimimin e të rinjve, për luftën kundra drogës e tjerë. Çfarë bëhet? Teprohet dhe shkojnë pasuria dëm në këtë gjë. Tjetër shenjë që përmendi profeti alayhi salatu wassalam at-tatawul fil bunyan, lartësi, ndërtimet e larta. Dhe po të mendosh vëllezër, kohën kur e tha profeti alayhi salatu wassalam, a mund të ishte njëri që ta imagjinonte në atë kohë që do vinte një ditë, një periudhë kohore që njerëzit do ndërtonin gradacela dhe shtetet do të fillonin të mburreshin kush e kush të bëj gradacelën më të lartë. 1 kilometër atje, ai do ta bëj 1 kilometër 100 metra, atje raloj aty. Kur profeti alayhi salatu wasalam tha në hadithin e tij, hadithi i Umar ibn Khattab ose ndryshe hadithi i Xhibrilit, hadithi më i rëndësishëm i fesë dhe i akides, tha kur u pyet nga Xhibrili që erdhi në formën e një njeriu të panjohur, wa antara al-hufata al-ura ru'at ash-sha yatatawwaluna fil bunyan. Kur e pyeti kur është kiameti, profeti alayhis salam tha, nuk e di ai që pyetet më shumë se ai që pyet. Atëherë tha, më tregon nga shenjat e saj që e paraprin. Tha, kur të shohësh barint e bagative këmbëzbathur të zhveshur që fillojnë dhe ndërtojnë ndërtesa të larta. Pra nga një njeri pa pasuri, pa rroba në trup, pra me zimbulon trupin e tij, pak rroba ka. Nuk ka këpucë, zbath hecën. Dhe nuk ka ndonjë profesion me të ardhur, bari. Por pa pritur gjendja e tij shndrohet. Fillon dhe ndërton, bëhet investitor, strategjiri thonë të korruptuarit këtu tek ne. Pra ndryshon. Dhe qëllimi i vëllezër të kuptojmë diçka, jo çdo shenjë e kiametit do të thotë që është e keqe. Ne kemi zbritjen e Isait alayhis salam, ardhin e Mehdit, çirimin e Romës, Konstantinopolës, fitimin, triumfin mbi krishterët, mbi xifutët, çirimin e Kudsit. Janë shenja shumë të mira. Por kemi edhe nga shenjat e vogla që janë të mira, ose që janë të nevojshme, që janë të lejuara. Për shembull, nga shenjat e lejuara, cila është lejohet të ndërtosh ndërtesa të mëdha. Nuk është ndaluar. Kur është e nevojshme, pa e tepruar. Pa e tepruar. Sepse mund në vinë një kohë që çmimi i tokës rritet. Dhe në vend që të blesh një tokë të gjerë, merr pak më të ngushtë dhe pasurinë e hedh në shtimin e kateve për përfitime të mëdha. Hadithi profetit alayhis salatu wasalam që lexuam, nuk është qëllimi që është diçka e keqe kjo, jo. Por që të tregojë çdo të ndodh me njerëz që dikur ishin të varfër, këmbëzbathur, nuk gjinin rroba, papritur shndrohen në pronar ndërtesash të mëdha, ndërtues, ndërtesash të mëdha. Dhe tregonte një profesor jon atje që ka parë njerëz siç paralajmëroi profeti alayhis salatu wasalam, thot njerëz të cilët deri dje të varfër, shisnin mizvaka rreth Qabës. Dhe që ishin shtëpijat e tyre të vogla, të rrënuara rreth Qabës. Por kur filloi të rritet vlera e tokës atje, filluan të ndërtojnë hotele të mëdha. Dhe nga njerëz të varfër, që mezi siguronin të ardhurat me shitjen e shkopit të mizvakrut, u shndruan në pronar hotelesh. Të njëjtët njerëz. Apo e njëjta shoqëri, nuk është e thënë që do të ndodhë një individi, do të ndodhë shoqërisë. Shoqëria arabe për shembull, në tradicionin arabik. Si ishte para zbulimit të naftës? Po të lexoni apo po të shihni fotot e asaj periudhe, njerëz
të varfër, në ekstrem, pa rroba të mjaftueshme. Por alhamdulillah, Allahu i beqatoft me mirësinë që i dha Allahu, shndruan në popujt, ndër popujt me mirëqenien më të lartë. Në një shtet që e ka buxhetin vjetor në shifra marramendse, alhamdulillah. Allahu i ruaj dhe i beqatoft dhe i pasuroft të gjithë vendet e muslimanëve. Gjithashtu, një tjetër shenjë kiameti është, siç paralajmëroi profeti alayhis salatu wasallam, kur sklavja të lindë zotriun e saj. Në të njëjtin hadith të Umar ibn Khattabit, apo hadithi Xhibrilit, kur Xhibrili kërkoi profetit alayhis salatu wasallam të tregojë shenjat e kiametit, tha, kur të shohësh robëreshën të lindë zotriun e saj. Çfarë kuptimi ka kjo fjalë? Pra sklave. Nga trupi i saj del një fëmijë që është zotriu i saj. Një interpretim që i kanë dhënë dietarët është se kur kjo slave do të ketë marrëdhënie intime me pronarin e saj. Dhe në Islam kjo gjë lejohet. Dhe do të lindi fëmijë. Dhe ky fëmijë është djali i pronarit. Nga një nënë që është akoma sklave. Në momentin që vdes babai i fëmijës, pasuria, por dhe slavërit i kalojnë fëmijës, por në rastin e nënës, ajo nuk quhet më sklave, por lirohet automatikisht, sepse nuk lejohet që fëmia të ketë si slavër prindërit e tij. Kur themi vëllezër slavër, mos kemi parasysh atë slavërit e Romës lash apo Greqisë lash etj që trajtoheshin si kafsh, si ishin të drejta fare, përdoreshin për mjete dëfrimi në për ato dy luftimet e famshme në amfiteatret e ndryshëm etj. Ja, trajtimi i robit në Islam është shumë larg. Dhe shumë nga konventat e ndryshme që kanë marrë ajo Gjenevës etj nga drejtat e njerëzit, më parë kanë zbatuar muslimanët para se të zbatoshin ata. Njëri i marrë të libri i shpjegimi i librit Al-Adabul Mufrad, tema për trajtimin e robërve, se si profeti alayhis salam nxiste që atë që ishte robër t'i ulte në tavolinën e tij, të hanin nga ushqimi i tij, të vishin nga rrobat e tij, dhe ndalonte që të keq trajtoheshin, të goditeshin. Por do t'i gjenim robër në Islam të cilët u bën dietar, por u bën edhe drejtues, krahinash për një periudhë kohore. Pra njerëz që kishin atë dinjitetin e tyre, kishin ato të drejtat e tyre. Pra një interpretim. Interpretim tjetër i fjalës që do të lindin robëreshë zotriun e saj, që e thot Ibn Hajar dhe Ibn Kathir, dhe ky është interpretim i bukur, është se qëllimi është sjellja e keqe e fëmijëve me prindërit e tyre. Dhe prindërit, ato fëmijët do të fillojnë t'i trajtojnë prindërit sikur t'i kenë sklavër. Do t'i urdhërojnë, do t'i keq trajtojnë, do t'i dhunojnë, nuk do t'i respektojnë, nuk do t'i anjojnë atyre vlerat. Më tepër përparësi do të ketë shoqëria se sa prindi tek fëmia. Dhe kjo është gjejmë raste të tilla, gjejmë edhe në shoqërinë tonë. Fëmijë që dhunojnë prindërit, rrahin nënën, rrahin babain, dhe me shokët është, mashallah, më i miri. Bujar, i gjindshëm, ndihmues, i sjellshëm, me prindërit e tij sikur të jenë para tij sklevër dhe jo prindër. Allahu na ruaj. Ky është një nga interpretimet që japin dietarët. Shenja e fundit për sot, po jo e tërësisë së shenjave të vogla të kiametit, vrasjet masive. Kuptimi i vrasjet masive, pra vrasjet e grupeve të mëdha të njerëzve, siç janë luftrat. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu, la taqumu sa'a, nuk ka ndodhur kiameti, dhe përmendin ndërto o yekthar al-haraj, dhe të shtohet al-haraj, vrasja, lufta. Lufta e parë botërore
la pas 25 milion të vrarë. Dhe ai ishte pak vite. Lufta e dytë botërore, edhe kjo pak vite, la pas 62 milion të vrarë. Por, edhe së fundmi kemi vrasje të mëdha, pushtimi amerikan i Irakut, për rrezimin e qeverisë së Sadamit, la pas mbi 1 milion iraken të vrarë, pra ata shkuan për të vendosur demokraci, dhe lan pas 1 milion të vrarë. Pushtimi rus i Afganistanit, la pas 2 milion të vrarë. Pushtimi Çifut i Palestinës nuk deklarohen shifrat. Mbahen të fshehura sa është numri i palestinezëve të vrarë. Por dihet që është me qindra mira, nga 45-a deri sot. Pushteti terrorist i Çifutëve, Allah e pastroft atë tokë nga këmbët e tyre të ndyra dhe ktheft paqen për atë popull dhe për atë vend dhe shkatëroft qeverinë sioniste terroriste Çifute. Dhe çdo kënd që e mbështet apo e përkratë, mallkimi i Allahut qoftë mbi ta. Pra me shumë të vrarë. Lufta në Bosnjë, në Bosnjën, me popullsi muslimane, që ishte në vitet 90, ku serbët terrorist vranë mbi 146.320 musliman bosnjak, dhe që ishte luftë në pak vite, 4 apo 5 vjetë zjati. Në Kosovë, lufta e fundit në Kosovë, po nga terroristët serbë, Allah shkatëroft atë shtet. La pas 10.000 të vrarë, sa të plagosur, sa të dhunuar, sa të të përsekutuar, të dëbuar, shumë e shumë më tepër. Lufta e francezëve në Algjeri, deri në vitet 60, Algjeria ishte koloni franceze. La pas mbi 1.500.000 algjerian të vrarë. Më duket se deri në 1960-ën, atëherë ka fituar pavarësinë Algjeria. Pra kanë bërë një luftë madhe dhe Franca ka bërë një gjenocid të paparë. Pra shtete që sot na hiqen sikur janë shtetet të drejtave të njerëzit, sikur kanë një kulturë të vjetër. Në të vërtetë, zhvillimin e tyre ekonomik, fuqinë e tyre kanë ndërtuar mbi gjenocidin, vrasjet, pushtimet e vendeve të tjera. Apo grekët me popullsinë muslimane çame vranë plot në numër të madh, sepse ndryshojnë statistikat në të numrin e të vrarëve, por edhe në numrin e të dëbuarve. Vranë musliman në mënyrë çnjerëzore, makabre, masakër bën. Me gratë, me fëmijët, me të moshuarit, i dëbuan, u rrëmbyen atyre pasuritë, i shembën xhamit. Pra, paralajmëroi për të gjë profeti alayhis salam. Dhe akoma më keq, lufta sot, vëllezër, është shumë e rrezikshme se më parë. Lufta sot bëhet pa qenë nevoja të dërgosh ushtri. Por shtyp një buton dhe dërgon atje një armë shpërthyese, një bombë, një raketë, çfarë do të jetë, që vret me qindra, me mijëra njerëz dhe rrafshon një vend të tërë. Nuk është më si më parë. Po e shohim në Palestinë. Allah e çiroft, e shpëtoft atë vend. Ku terroristët Çifut lëshojnë bomba, duke rrafshuar lagje, qytete, duke vrarë pa dallim.
dhe duke zgjedhur për të bombarduar vendet ku ka më shumë dyndje të popullsisë, për ta terrorizuar atë popullat që të largohet, dhe duke lënë pas me qindra, me mijëra të vrarë. Paralajmëroi për të gjë profeti alayhis salam, për vrasje masive të mëdha që do të ndodhin. Sepse është bërë më lehtë sot për të vrarë njerëz se dikur. Dikur ishte dy luftim. Do vrisje me shpatë, me një shigjet. Sot një person i vetëm që shtyp butonin, vret me mijëra. Jo për një ditë, jo për një orë, për një minutë. Për sa minuta t'i duan asaj arme që të arrijë objektivin. Allahu na rujt. Elusim Allahun Azza wa Jall, na shtojnë neve diturinë në fenë e tij, të largojnë nga ky ummet fitnet dhe fatkeqësit, në vend të tyre të sjellët paqe dhe mirësi prej tij, na ruaj neve nga armiqt tan të njohur dhe të panjohur. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.